Kur besimtarët futen në xhennet, atëherë pozita dhe grada e tyre është sipas leximit të Kur'anit, është sipas punimit me të. Dhe kjo, vëllezër dhe motra, nuk është e çuditshme. Të gjitha argumentet fetare janë në unifikim me njëra tjetrën. Sepse ai që ka lexuar Kur'anin dhe ka punuar me të, ai ka jetuar me fenë Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, do t'i thuhet mbartësit të Kur'anit, lexoje Kur'anin, këndoje Kur'anin sikurse e këndoje në jetën e dynjas, edhe se grada jote dhe pozita jote në xhennet do të jetë sipas ajetit të fundit që ti e ke lexuar. Shpërblimet për Kur'anin janë të mëdha, vëllezër dhe motra. Jo për një fjalë ke 10 shpërblime. Shpërblimin e ke për çdo shkronjë. Pra, nëse ti lexon vetëm një fjalë nga Kur'ani, jo një ajet. Pra, një ajet ka shumë fjalë. Lexon vetëm një fjalë. Një fjalë nëse ka 5 shkronja, ti merr 50 shpërblime të paktën. Profeti Allahut alayhi salatu wasalam thot, ai i cili lexon qoftë edhe një shkronjë prej librit të Allahut, do të marrë shpërblim. Dhe ky shpërblim, pra kjo e mirë, është 10 fish. Nuk them se Alif Lam Mim është një shkronjë, por Elifi është një shkronjë, pra që ka 10 shpërblime. Lami është shkronja tjetër që ka 10 shpërblime, dhe Mimi është një shkronjë tjetër e cila ka 10 shpërblime.